Kryeministri Edi Rama ftoi investitorët e huaj të shohin Shqipërinë si potencial për zgjerimin e aktivitetit të tyre, pasi vendi ofron jo vetëm lehtësira fiskale, por gjithashtu është dhe një partner për sigurinë dhe stabilitetin. Nga Forumi Ekonomik i Delfit, kryeministri tha se kjo platformë e zhvendosur në Tiranë këtë vit tregon se Shqipëria nuk është më një cep i largët, por një realitet. Kënaqësi që kjo platformë zhvillon punimet në Tiranë dhe tregon se realitetet kanë ndryshuar. Shqipëria nuk është një cep i largët në hartë. Reformat nuk janë premtim, por politika dhe kundryshimet nuk janë slogane, por fakte. Europa po ridimensionon arkitekturën e saj të sigurisë dhe ekonomisë dhe vendi ynë qëndron si shtyllë stabiliteti dhe partner i besueshëm me ekonomi që rritet, ndërsa deficiti është në nivelet më të ulta të mundshme. Historia jonë e rritjes nuk është sasiore, por cilësore. Kryeministri tha gjithashtu se pritet që rritja ekonomike të vijojë edhe në 2025 pasi sektor të rëndësishëm si turizmi kanë marrë hovë dhe po mbështeten me rindërtimin e infrastrukturës në rrugë, porte dhe aeroporte. Investimet e huaja direkte në 2024 ishin 1.58 miliard euro dhe tendenca është në rritje edhe në 2025. Kjo është treguese që kapitali shkon aty ku ka stabilitet, qetësi dhe drejtim. Ne po e kthejmë vendin në një korridor zgjerimi. Kemi një regjim me zero taksa për bizneset e vogla deri në 2029. Shteti është partner dhe jo për investitorët. Revolucioni digjital ka ndryshuar mënyrën se si qeverisim dhe kjo është shumë e favorshme për biznesin. Tani presim destinacionin ton, Europën 2030. Është objektiv realist dhe tashmë mbetet që Europa të respektojë kalendarin e dakordsuar. Forumi Ekonomik i Delfit u krijua në 2016 në Greqi dhe synimi ishte që të bashkojë politikbërës, investitorë dhe liderë në biznes. Ajo është platforma ku diskutohet mbi ekonominë globale, tranzicionin energjetik, por edhe stabilitetin në rajon.